Mana i shkroi histori në Beograd, një goditje, një shpërthim emocioni, një gol që vlen sa një shekull krenarie. Shqipëria mposhti Serbinë 0-1 dhe emri që do të mbetet në kujtesën e çdo shqiptari është ai i sulmuesit nga Lushnja, Rej Manaj. Pas ndeshjes, me syt ende të mbushur me lot, Manaj foli si një burr që e di peshën e asaj që sapo ka bërë. E ndjeja, zoti ndonjëherë t'i jep, jam shumë i lumtur për Shqipërinë dhe Kosovën, kishim shumë presion, më shumë se në Tiranë, por duhet të fitonin patjetër, tha ai, duke ndalur çdo fjalë mes frymarrjeve të rënda pas një betejë të vërtetë. Në fushën ku tensioni mund të prekej me dorë, Manaj tregoi karakter. Jemi profesionist, por sot ishte ndryshe. Sot duhet të fitonin për flamurin, për njerëzit tanë, dhe e bëm, me zemër, me shpirt, me çdo grimcë energjie që kishte mbetur. Heroi mbrëmjes nuk i fsheu emocionet. Dua vetëm të festoj sot, nga nesër mendojmë për Andorrën. Edhe po të mos jepte leje Silvinho, sot do të festonim. Do kisha hequr 10 vite nga jeta për këtë gol. Në një natë që do hyjë në legjend, Rej Manaj u bë simboli i unitetit dhe krenarisë shqiptare, një djalë që sfidon presionin, historinë dhe zhurmën e Beogradit, për të bërë të hesht një stadium dhe të ngrejë në këmbë gjithë kombin, një gol që nuk shënon vetëm rezultatin, por shpirtin e shqiptarëve.